Mirëmbrëma, mirë se vini në ora e fundit. Le të shohim fillimisht së bashku disa nga ngjarjet kryesore të ditës. Parlamenti Evropian kundërshton çdo përpjekje për të minuar punën e institucioneve të drejtësisë në Shqipëri, duke dhënë sinjale të qarta për Sali Berishën, që sulmon SPAK dhe shpreh të hapur për shkrirjen e tij. Në një raport vjetor të hartuar nga eurodeputeti i djathtë David McAllister, vlerësohen hapat që ka bërë Shqipëria në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Parlamenti Evropian mbështet ambicien e Shqipërisë për të mbyllur sa më shpejt negociatat e antarësimit. Parlamenti Evropian ka vlerësuar progresin e Shqipërisë në rrugëtimin e saj drejt Bashkimit Evropian në raportin vjetor mbi implementimin e politikës së jashtme dhe sigurisë, i hartuar nga eurodeputeti David McAllister. Mbështetet ambicia e vendit tonë për të përmbyllur të gjithë grup kapitujt e negociatave deri në vitin 2027, po ashtu kundërshtohet çdo përpjekje për të minuar punën e drejtësisë. Parlamenti përshëndet përfundimin me sukses të procesit të shqyrtimit për Shqipërinë në fund të vitit 2023 dhe hapjen e grupit të parë të kapitujve negociues mbi themelet dhe mbi marrëdhëniet e jashtme. Grupi 6 në vitin 2024 përshëndet ambicien e Shqipërisë për të përmbyllur me shpejtësi negociatat e antarësimit. Parlamenti paralajmëron kundër çdo përpjekje për të minuar punën e institucioneve të pavarura, siç është struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK. Parlamenti Evropian thekson domosdoshmërinë në një opozite konkurruese, ku kërkohet të lihet pas pluralizmi politik. Thekson rëndësinë e një pluralizmi politik funksional dhe një opozite konkurruese dhe bën thirrje për dialog dhe angazhim konstruktiv midis shumicës dhe opozitës për të kapërcyer polarizimin e theksuar politik në vend dhe për të nxitur procese demokratike gjithëpërfshirëse që respektojnë të gjitha palët, përfshirë pakisat greke, rome dhe egjiptiane në vend. Gjithashtu raporti vlerësoi qëndrimin në një linjë të Shqipërisë me politikën e jashtme të sigurisë së Bashkimit Evropian, përfshirë edhe masat kufizuese të Unionit kundër Rusisë dhe Bielorusisë. Ndërsa Kaja Kallas shman Kosovën nga turi i saj në Ballkan javën e ardhshme, shefja e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme nuk do të ndalojë në Prishtinë si reagim ndaj qëndrimeve të njëanshme dhe të pakonsultuara të kryeministrit Kurti. Kallas do të jetë në Tiranë në 8 prill, ku do të hapë zyrtarisht dialogun e sigurisë Bashkimi Evropian Shqipëri dhe zyrtarja e Brukselit do të vizitojë Malin e Zi dhe Bosnjën. Në vizitën e saj të parë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme në Bashkimin Evropian, Kaja Kallas, ka zgjedhur të shmangë Kosovën. Kallas, e cila deklaroi vetëm disa javë më parë se dialogu Kosovë-Serbi ka ngecur, duket se ka zgjedhur të tregojë edhe një herë tjetër qëndrimin e Brukselit zyrtar ndaj qeverisë së Prishtinës. Vendimet e njëanshme të qeverisë Albin Kurtit, përveç se i kanë shkaktuar një izolim diplomatik Kosovës, po vjojnë të shkaktojnë edhe dëme ekonomike qytetarëve të këtij vendi për shkak të sanksioneve që Brukseli ende nuk i ka hequr. Vendet anëtare të Unionit 27 anëtarësh e kanë bërë të qartë her pas here se qeveria e Kosovës nuk po bën hapat e duhur që diçka e tillë të ndryshojë. Në vizitën e saj të parë në Ballkanin Perëndimor, Kaja Kallas do të ndalet në Malë të Zi, Shqipëri dhe Bosnjë-Hercegovinë. Në Malë të Zi, Kallas do të takohet me presidentin Jakov Milatović dhe kryeministrin e këtij vendi në 7 prill. Ajo do të zhvillojë takime me organizatat shoqërisë civile dhe do të marrë pjesë në një inspektim të pajisjeve të financuara nga Fondi Evropian i Paqes. Në Tiranë, përfaqësuesja e lartë do të takohet me presidentin Bayram Begaj dhe kryeministrin Edi Rama. Konferenca për shtyp me kryeministrin Rama do të mbahet në 8 prill, rreth orës 10:30 të mëngjesit. Ajo do të zhvillojë takime gjithashtu me ministrin për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasanin dhe ministrin e mbrojtjes Piro Vengu. Gjatë qëndrimit në Shqipëri, Kallas do të hapë zyrtarisht dialogun e parë të sigurisë mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë së bashku me ministrat Hasani dhe Vengu. Ajo do të marrë pjesë edhe në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes së grantit dhe kredisë me Bankën Europiane të Investimeve për zhvillimin e linjës sekurudhore Durrës-Rogozhin. Vizita e kreut të diplomacisë europiane do të përmbyllet me fjalën e saj përpara studentëve dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile. Në 9 prill në Bosnjë dhe Hercegovinë, Kallas do të vizitojë trupat e misionit të BE-s EUFOR dhe do të takohet me anëtarë të presidencës. Po ashtu ajo do të zhvillojë takime me kryeministren Borjana Kristo dhe ministrin e jashtëm. Vizita e përfaqësuesës së lartë Bashkimit Evropian në rajonin e Ballkanit Perëndimor vjen pas zotimit të Unionit 27 anëtarësh për zgjerim, ku sipas asaj që Brukseli zyrtar ka shprehur, shanset janë që Shqipëria dhe Mali i Zi të mbyllen të parët grup kapitujt për anëtarësim brenda vitit 2027.
Ndërsa kryeministri Rama thot se rijetëzimi i industrisë ushtarake synon ta kthejë Shqipërinë në një fuqi prodhuese dhe eksportuese të municioneve luftarake. Shefi i qeverisë tha se Shqipëria si vend antar i NATO-s po shton investimet për mbrojtjen dhe sigurinë si dhe pagat për ushtarakët që janë më të lartat në rajon. Shqipëria do të ketë industrinë e saj ushtarake. Gjatë inspektimit në repartin e operacioneve speciale në Zallher, ku demonstruan disa operacione ushtarake, përfshirë zbritjen e forcave të armatosura nga helikopteri, apo ndërhyrjen e shpejt në situata të rrezikshme, kryeministri Edi Rama tha se brenda një dekade, vendi ynë do të kthehet në eksportues të prodhimeve ushtarake. Për të qenë të mençur në mënyrën se si investojmë taksat e shqiptarëve dhe për të krijuar një bazë prodhuese, një bazë eksportuese, një bazë administrimi të burimeve në mënyrë që të kemi një ushtri që të jetë vërtet një pikë referimi kombëtar. Kryeministri tha se Shqipëria ka ushtrinë me pagat më të larta në rajon, teksa objektivi është që të arrihet në nivelin mesatar të vendeve të NATO-s. Jemi sot në një pagë mesatare 1.550 euro, që më lejoni t'ju garantoj nuk është stacioni ynë i fundit, por është vetëm një nga stacionet për të shkuar drejt objektivit që kemi ndarë me ju në kryet herës edhe kemi mirëkuptuar mosbesimin tuaj total. Kur ju kam thënë që ne do të arrijmë të kemi një ushtri shqiptare të paguar në mesataren e forcave të armatosura të NATO-s. Teksa foli për investimet në fushën e mbrojtjes gjatë qeverisjes socialiste, një koment Rama e kishte dhe për paraardhësit e tij në qeveri. Ne në 10 vite kemi 10 fishuar investimet në fushën e mbrojtjes, një rritje që nuk ka ndodhur në asnjë fushë tjetër me një ritëm të tillë, por nga ana tjetër është vërtet dramatike të mendosh se kur ne morëm detyrën, forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë mbështeteshin me 28 milion euro investime. Rama u ndal edhe tek programet mbështetëse për ushtrinë, ku nuk i kurseu as batutat. Sot janë 179 efektiv që kanë përfituar nga një kredi me zero interes për shtëpi, do të jenë të mirëseardhur të gjithë, sidomos rekrutët dhe rekrutet e reja, për të pasur akses në këtë program. Natyrisht do të duhet martohen, kuptohet se beqarët na duhen këtu në front. Qeveria ka parashikuar një buxhet prej 52.7 miliard lekësh për vitin 2025 për mbrojtjen, ndërkohë që brenda vitit 2027 pritet të prodhohen municionet e para, si objektiv i Ministrisë së Mbrojtjes për rijetëzimin e industrisë ushtarake në ish uzinat e dikurshme, që prej vitesh janë jashtë funksionit. Një tjetër anije luftarake më e madhja e flotës sondetare deri më sot do t'i shtohet Shqipërisë në datën 8 prill. Anija italiane me emër shqiptar Libra do të shërbej me mision patrullimi për sigurinë detare, por edhe për operacione shpëtimi në raste emergjencash në det. Atashimi i kësaj luftanije në fletën tonë detare rrit kapacitetet mbrojtëse të Shqipërisë si vend antar i NATO-s. Kryepeshkop Johani, i ftuar në podcastin e kryeministrit Rama, rrëfen lidhjen e tij me besimin dhe rrugëtimin nga rinia e hershme deri në ngjitje në krye të kishës ortodokse shqiptare. Fort lumturia e tij thot se leximi i Ungjillit në moshën e adoleshencës i ndryshoi jetën, ndërsa Rama thot se Johani e kishte paralajmëruar që në vitet 80 dëshirën e tij për t'u bërë prift. Kryepeshkopi vlerëson figurën e Fanolit si prift dhe si përkthyes, si dhe rolin e paraardhësit të tij kryepeshkop Anastasit në ringritjen e kishës shqiptare nga gërmadat.
Mirë, do flasim për të tjera zhvillime. Donald Trump u thot Amerikanëve të qëndrojnë të fortë, ndërsa tarifat i quan një revolucion ekonomik që do të sjellë në Amerikë $5 trilion investime. Liderët europian ndërkaq janë në bisedime për reagimin që do të kenë ndaj tarifave të Trump. Nga e shtuna, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nisur edhe aplikimin e tarifës doganore 10% të vendosur për mallrat që hynë nga Shqipëria. Këtë vit importet dhe eksportet e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pasur rënje sipas Instat dhe eksportet tona në Shtetet e Bashkuara janë rreth 3 herë më pak se importet, kryesisht metale dhe bimë mjekësore. Por, ndërsa nisi aplikimi i tarifave Trump për shumë vende përfshirë edhe Shqipërinë, Sali Berisha zotohet të shpëtoj vendin dhe të bisedoj me presidentin amerikan që Shqipërisë t'i hiqet tarifa 10%. Por doktori premton se më parë ai do të heqë tarifën që Shqipëria ka në fuqi për mallrat amerikane, por premtimet në ajër do të realizohen nëse Berisha arrin të mund ramën në 11 maj. Sali Berisha do të heqë doganën, por jo non gratën. 2 ditë pasi doli për herë të parë kundër idhullit të tij Donald Trump, kryedemokrati paralajmëroi reciprocitet për tarifat tregtare me SBA-n. Mirëpo Berisha harron se për të arritur këtë përpara se të negociojë, siç thot ai me shefin e shtëpisë së bardhë, duhet të mund Edi Ramën më 11 maj. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur një sistem tarifash sepse të gjithë kanë patur tarifa ndaj tyre. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Ta ditë ta mësoni të vërtetën. Të gjithë këta që qahen sot kanë patur tarifa. Shqipëria do ketë asnjë tarifë për mallat amerikane. Dhe jam i bindur që kjo gjë do të ndodhë edhe me qeverinë e Shteteve të Bashkuara pasi t'i heqim ne. Pasi Lirmetës, i cili prej muajsh ndodhet në qeli, Berishës ju ndalua edhe një tjetër aleat. Adriatik Alimadhi, kryetari i ballit kombëtar, u procedua penalisht, veprim të cilin kryedemokrati e cilësoi të diktuar politikisht. Nga ky regjim, i cili në vitin elektoral vendos të arrestoj liderët e 3 partive kryesore opozitare dhe më së fundi në mënyrën më brutale, më staliniste, arreston kryetarin e një partie tradicionale të ballit kombëtar në lokalin e tij, vetëm se u kërkoi, i pyeti çfarë doni, pse keni ardhur? Një bande me uniformë. Vetë Adriatik Alimadhi nuk është kandidat në listat për deputet të koalicionit të Partisë Demokratike, por partinë e tij Balli Kombëtar, Sali Berisha nuk e ka lënë pa shpërblyer. Ai ka vendosur në siglën e partisë së Alimadhit kreun e forumit rinor të PD-s, Besar Xhaferi, me qëllim përfitimin e fondeve nga KQZ për 4 vitet e ardhshme. Ndërsa nga ana tjetër policia thot se Adriatik Alimadhi kundërshtoi efektivët gjatë kontrollit në një lokal në Tiranë, ku dyshohet se ushtroi aktiviteti palishëm i bazave sportive. Ai nuk zbatoi urdhrin për të mos lëvizur nga lokali gjatë verifikimeve dhe pas përplasjes me uniformat blu shoqërua në polici. Ilir Meta ka nisur fushat nga burgu për zgjedhjet e 11 majit. Në ndihmë do t'i vi posta pasi thot se do të dërgoj 10 letra në ditë për miq dhe shok që nga fëminia për t'u kërkuar ta votojnë. Meta kërkon vota nominale për të, duke synuar të arrijë të dalë mbi kandidatët e doktorit në listë për të garantuar mandatin e deputetit. Ilir Meta ka nisur këtë të shtunë një fushat paralele vetëm me 12 kandidatët e tij, të renditur në listat e koalicionit të Partisë Demokratike, të drejtuar nga Sali Berisha. Në një videomesazh nga burgu, kreu i Partisë së Lirisë kërkoi votë preferenciale për të në garën për të mposhtur kandidatët demokrat në listën e hapur. Unë jam në listë të hapur të besoj te Tirana, e cila do të jetë lokomotiva e ndryshimit historik me të paktën 20 deputet për aleancën tonë të ASHP. Vota për Ilir Metën, deputet i qarku Tiranës, është një votë e pastër kundër diktaturës. Meta ka gjetur edhe formulën se si do ta bëj fushatën nga qelia, nga ku ndodhet i izoluar që prej tetorit të vitit të kaluar. Në kushtet e izolimit ekstrem, unë çdo ditë shkruaj dhe dërgoj
dhe zgjedhjen 100 letra për shokët e mi, që nga shkolla fillore Kongresi Lusht, 8-vjeçare Fanoli, gjimnazi Sami Frashi, Fakulteti Ekonomisë, shokëve që nga koha e sportit, për kërkuar mbështetjen e tyre, jo vetëm për numrin 1 PD-HM, por edhe për Ilir Metën, si deputet i Tiranës. Marrja e mandatit të deputetit për kryetarin e Partisë së Lirisë do të thotë të fitoj pikërisht lirinë. Kushtetuta e Shqipërisë parashikon në nenin 71 të saj se mandati i deputetit fillon ditën kur ai shpallet i zgjedhur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Për këtë arsye, përsa ko nuk ka një vendim të formës së prerë, Ilir Meta në rast se do të arrijë të sigurojë mandatin në listë të hapur, do të marrë edhe imunitetin që i mundëson atij daljen nga qelia. Më shumë lehtësi për të huajt që duan të vinë në vendin tonë për të punuar, një leje unike ose karta blu, do të jetë për të gjitha punonjësit e kualifikuar që vinë nga vendet të tjera. Qeveria ka dorëzuar në kuvend draftin i cili parashikon gjithashtu edhe lehtësim të procedurave për studentët e huaj që zgjedhin universitetet shqiptare. Gjykata e posaçme la në Burgish efektivin e Reneas Altin Monirina, i u arrestua pasi ishte në kërkim nga SPAK i dyshuar për bashkëpunim me Durim Bamin në kultivimin e kanabis. Mirë, me mua në studio është bashkuar avokati i njohur, zoti Hidayet Beqiri. Avokat, mirëmbrëma, është kënaqësi t'ju kem drejt për drejt në ora e fundit. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, kënaqësi dhe për mua t'jem me juve. Avokat, Meta sot deklaroi se do e bëj fushatën me post, duke e dërguar nga Burgu 10 letra në ditë miqve të tij që ta votojnë, por nga ana tjetër Berisha ju premton pensionistëve rritje pensionesh, ulje taksash deri në tavolina plot me mish për shqiptarët dhe të gjitha këto bashk, Meta me Berishën, thonë se do i realizojnë kur ata të vinë në pushtet dhe lekët do ja marrin Ramës duke ndaluar vjedhjet. Por avokat, dikush do pyesë se pse nuk kanë turp Meta dhe Berisha që kanë akuzë konkrete nga SPAK për Ajdut dhe ju thonë shqiptarve që jemi ne ata që do të luftojmë Ajdutërinë dhe jo SPAK. Jo, problemi është ju me të drejtë e thoni që pse s'kan turp. Ata nuk kanë turp. Dhe ku e gjejnë akoma mbështet? Ata nuk kanë turp. Edhe as nuk skuqen, as nuk verdhen. Sepse turpi nuk skuqet. Kështu që ne kemi të bëjmë faktikisht me një absurd madh në Shqipëri, edhe për fatin e keq kjo ndodh vetëm në Shqipëri. Të paktën në Ballkanin Perëndimor ndodh kështu vetëm në Shqipëri. Që konkurimin ne për 11 maj nuk e bëjmë, domethënë nuk e bëjnë forcat politike shqiptare, që t'jenë shqiptare, dhe që ca janë opozit, dhe njëra është në qeverisje dhe përballen me njëra tjetrën. Ne faktikisht na ndodh, jo, janë shqipfolës, po nuk janë shqiptar, sepse ne faktikisht na janë kemi Berisha Meta, të cilët përfaqësojnë realisht një grupim që unë do ta quajnja misionare dhe kusare, pra janë misionar dhe kusar, kur them misionar, them janë misionar të Serbisë, Rusisë dhe Greqisë, dhe këta, mbasi e shkatruan Shqipërinë, mbasi e bën sheshe për shesh dhe ja hoqën të gjitha, domethënë këtij vendi, e zhveshën nga pasuritë kombëtare, i vodhën, i grabitën ato, i shkatruan, pastaj edhe i vranë shqiptarët, i futën një përçarje nga më të rëndat kombëtare e tjera, tani këta, pra, janë bërë bashkë edhe thonë që do fitojmë neve këtu. Po, që të fitojnë këta, do të thotë që neve nuk po konkurojnë shqiptarët me shqiptarët, po ne po konkurojnë serbo-ruso-grekët me shqiptarët. Kjo është, dhe pse e them një gjë të tillë unë? E them një gjë të tillë për shkakun se jo vetëm janë kusar të mëdhenj, edhe kur vjen problemi, janë aq të babëzitur sa nuk marrin të paktën guximin dhe të thonë shqiptarëve, që ore, u begj atyre viteve, është e vërtet që ka patur korrupsion të madh,
nga ky korupcion i madh edhe ne kemi përfituar, dhe ato para që ne kemi përfituar dhe të paktën një pjesë të tyre ju Shqipëria dhe shqiptarët na i zbuluat ne tani, se kanë dalë në dritë të diellit ato 51 asete që ka Ilir Meta në Anglia e në të gjithë vendet e tjera të botës. 210 milion euro para disa ditëve i kallëzova, që i ka vetëm në Bukuresht, domethënë 12 km larg Bukureshtit, i ka bërë 12 godina të jashtëzakonshme me pishina e me të tjera në emrin e dhëndrit ti, domethënë që i ka marrë vajzën e tezes Ilir Metës ai Lushnjari, dhe në emrin e tij figurojnë, po që janë të Ilir Metës janë pastruar atje në Rumani. Dhe për të mos vazhduar pastaj me një mori pasurisht që dualën vila, ku nuk i dualën Sali Berishës, në Holanda, në Zvicër, në Hungari, në Itali, në Greqi, këtu sa pasuri i kanë dalë ati Argitës e Shkelzenit e tjera me radhë, pasuri maramendse, dhe këta nuk thonë që këto pasuri që ne u kemi grabitur shqiptarve, këtë kusari që ne kemi bërë, me këtë kusarin tonë, më thënë, ne jemi në gjendje tani që edhe t'i rrisim pensionet, se do i dorëzojmë në këto, që merrni juve, edhe të rrisim edhe pagat e të tjera. Pra nuk thonë këte ata, po thonë që ne do t'ja marim Ramës do më thënë, qa mund t'ket Rama në një, thonë, se ne këto tona nuk i dorëzojmë gjallë, nuk i dorëzojmë. Por unë kam një pyetje tjetër, me qënë se Meta është në burg dhe e akuzojmë për Rahidut, dikush do thoshte çfarë ka vjedhur, pse nuk i sekuestrohen dhe pse mbajnë kot në qeli? Po pikërisht kjo është që kallëzime penale janë bërë shumë, procedime penale janë hapur shumë për korrupsion të jashtëzakonshëm, vlera e këtyre pasurive që janë grabitur shqiptarëve dhe janë të dokumentuara të paktën me asete që ka familja Berisha dhe familja e Ilir Metës, llogaritën rreth 12 miliard dollar që janë të evidentuara si asete këto, dhe ku janë të evidentuara, kush i ka evidentuar? Po këtu në Shqipëri ne kemi një mori, domethënë që janë edhe sekuestruar këto, por janë plot pa sekuestruar, se bie fjala Ilir Metës ti nuk po, edhe Sali Berishës nuk po i sekuestron, edhe nuk po ndërmjetëson që ti blokohen këto pasuri e këto vila që ata kanë jashtë shtetit, apo llogarit bankare që kanë jashtë shtetit. Në këtë drejtim nuk po funksionon, nuk po vepron SPAK-u me to, megjithëse çështjet hapura ka plot. Por edhe këto që ka brenda nuk po sekuestron, se bie fjala Ilir Metës, nuk po i sekuestrojnë vilën Gjirin e Lalzit. Po ai nuk ka vilën Gjirin e Lalzit. SPAK-u nuk vete te lura 1, SPAK-u nuk vete te lura 2, SPAK-u nuk vete te lura 3 që po vazhdon që do ndërtohet tani e tjera me radhë. Po të tëra, po të gjitha 100% i ka Meta, ai lura është fsheja kot, ato janë dhënë, është pasuri e shtetit, dhe si u dha lurës, me qa vendimi, kur, në cilin kohë, kur ish kryeministër Meta, janë dhënë ato, edhe janë dhënë, do të thënë, u është dhënë falas janë të Ilir Metës të gjitha. Atëre, të gjitha këto, ata nuk po vazhdojnë që të bëjnë sekuestrime SPAK, dhe të vazhdoj pasaj dhe mëtej. Ne nuk themi, po bëj këto njerë që ke këtu në Shqipëri. Nuk po të themi që ti nuk arrike dot në Kongo, që ti sekuestrosh minjerën e arit që a i ka bler atje. Edhe nuk vajke dot ti, edhe të 200 milion dolar që a i ka atje në bank në Kongo. Ilir Meta. Apo Sali Berisha me miliardat e tjera që kanë. Nuk po vete dot këte jashtë. Po këtu brenda të paktën ti i ke. Pse nuk vete të këta? Pse nuk ven? Këtu tani kemi një handicap të madh. Institucionet e shtetit tonë nuk po funksionojnë dhe realisht populli duhet jetë me të vërtet i tronditur, edhe shqiptarët duhet jenë me të vërtet i thresin mendjes në që aspekt? Në aspektin që ne, domethënë në këtë vend, nuk po e sundojnë shqiptarët dhe nuk janë në kryet institucioneve ose nuk i zotrojnë institucionet e shtetit shqiptarët. Shqiptarët nuk po sundojnë dot, edhe nuk po e administrojnë do të si duhet si institucion, as SPAK-un, as gjukatat, as shikun e këtij vendi, as ekzekutivin e këtij vendi, as presidentin e këtij vendi. Pse? Sepse të gjithë të struktura e din kush është Sali Berisha. Të gjitha pa përjashtim, e din që është agent i serbëve. E din, dhe kjo nuk është parull, kjo që po themi neve. Është agent i tyre, e kanë rekrutuar serbët, e kanë rekrutuar. Edhe si të rekrutuar të tyre,
pra e rekrutuan, i dhanë dhe misionin të shkatron dhe Shqipërinë dhe i e beri një jetë t'il. Po si u rekrutua? Po mirë më, është rastësi që Sali Berisha, përveç që ishte vetë agent serb, mori dhe gruan serbe, po ke mori për grua? Mori Slobodankën, që ka, e bie kujtesh, e bie milicës dhe e Regjepit. Regjepi agenti UDB-s, i deklaruar me dosje në Serbi, milica, agente serbëve, dhe e jona e sigurimit shtetit, e deklaruar e tilë, po motra e milicës, e dini ju kush ishte? Motra e milicës, do me thënë tezja e Slobodankës, e Liri Berishës, ka qenë kolonele e UDB-s. Kolonele, me gratë kolonele e shërbimit sekret serb. Dhe mikja me ngusht e Rankovicit. Shqiptarët e Kosovës u dridhet misht kur kujtojnë Rankovicin, se din qa masakra ka bërë ai kundër shqiptarëve të Kosovës. Por ai bente bashkë me tezën e Liri Berishës, i bente. Dhe djali saj, pra kushëriri pari kësaj Liri Berishës, këshilltari mi afërt, dhe këshilltari numër 1 i ekonomisë Slobodan Miloševićit. Dhe kur erdhi problemi që donte Miloševići të merrte nga Shqipëria armë, që të thënte embargon e OKB-s dhe të merrte karburant e tjera, çoi kushëririn e parë të Lirisë, ai që negociator me Sali Berishën, edhe i hapën portat e naftës edhe të armëve aty në Shkodrë e në gjithë Shqipërinë, që u bë gjithë ai trafik edhe i vinin Slobodan Miloševićit atje pa fund, s'pati embargo, ai nuk vojti, po vojtën edhe u vranë shqiptarët e Bosnjës edhe të Kosovës atje me ta. Ky është një realitet. Është një realitet. Dhe këta në ashti, nuk i di shërbimi informativ, shtetëror, këto që unë po them, këto nuk janë thashe theme, këto janë dokumente. Nuk e di genin e ti serb, nuk e di baban e ti kush ishte baba i tia me ADN, që ishte Vuk Karadžići, atëre derisa i din këto gjera. Si mundet lejojmë neve tani, që të konkuroj këj njeri, do më thënë, konkurojnë serbët me shqiptarët. Po ku ka një vend tjetër, më thoni mua, ndodhë kjo në Malinezi, ndodhë kjo në Serbi, ndodhë kjo në Greqi, ndodhë kjo në Macedoni, që të konkuroj Serbia me vendin atje. Kurse tek neve ndodhë ndryshe. Kështu që në këta aspekt e kam fjallën, neve duhet të ndërgjegjësojmë, jo vetëm njerëzit, po edhe njerëzit tani t'jenë të ndërgjegjshëm edhe ata që vjen pas këtyre misionar o kusarve, që t'u japin dermën një herë e mirë, se po t'jetë për institucione, ne jemi në duar të hasmit. Prandaja vetë populli tani të di, të orientohet qartë e sakt, me qëllim që në 11 maj të paktën, kjo forcë tjetë nga më të vogla, derisa ta zgjesohet përfundimisht dhe të shpëtoj Shqipëria nga serbo-ruso-grekët. Por ama sot Berisha, avokat, ju ka premtuar shqiptarve, le të themi shpëtimin, pasi do heq tarifat që ka vendosur presidenti Amerikan Trump. Berisha tha se do flas me presidentin Trump për heqjen e tarifës 10% ndaj Shqipërisë. Por, avokat, vetë Berishën, kush e ka shpëtuar nga non grata, si njeriu më i korruptuar në Ballkan? Besoj se Lachivita në një farë mënyre ja ka arritur qëllimit, apo jo? Lachivita nuk ka arritur asnjë lloj qëllimi, sepse administrata e Trump edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kurrë në kurrës nuk mund të hedhin poshtë një vendimarrje e cila bazohet në interesat kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur i dha non grata Sali Berishës, dhe jo vetëm atij, po gjithë familjen e tij e bën non grata, konsideruan një rrezikshmëri të jashtëzakonshme tek ai, dhe ndaj dhe motivacioni i non gratës është s'ka ku të vej, më kulmor nuk ka ku të vej, kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Përjedhoi e gënjen mendja, jo Saliuna, di vetë që s'ka lidhje këto, janë pralla që i bën ai dhe u jep atyre që u vënë mbrapa, atyre që u jep në i kockë dhe lpin kockat e tia, apo që duan t'i mbrojnë ato kocka që u ka dhënë ai na pasuritë e shqiptarëve dhe që u thot Saliu që po vdikja unë, thot u ikën dhe juve pasuritë, prandaj i mbroni me mishe me shpirt ato, i mbani fort ato, se do vi unë pushtet gjoja, kështu që dhe Lachivita nuk përfaqëson kurrë në kurrës Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe administratën e Trump. Lachivita po mbahet me parat pista të Saliut. Jo, kam një pyetje për këtë. Derisa ju thoni që Berisha
dhe Meta janë agentë të serbëve dhe rusëve. Po janë realisht. Mua normalisht më lind pyetja se a është paguar dhe Laçivita me para ruse nga Berisha. Po problemi është që para ruse, para serbe dhe para greke në Shqipëri janë futur vazhdimisht edhe vazhdojnë të futen. Por ne kemi mjaftë misionar të tjerë këtu të Serbisë, të cilët kanë dhe bizneset të mëdha, dhe ato bizneset e tyre të mëdha, që kanë marrë, kanë fituar tenderat të ndryshëm, që kanë privatizuar pasuri kombëtare të shqiptarëve, thuajse për dhjam qeni dhe i kanë marrë thuajse falas, edhe të gjitha ta e ndihmojnë agenturën serbo-ruso-greke me para, pra që janë dhe këtu të Shqipërisë këta, duke përfshirë banka edhe kompani të fuqishme që ne themi janë edhe milionerët e Shqipërisë ata, që e investojnë edhe që shkojnë këto para vend tek Laçivita, po që realisht do më thënë janë edhe gjaku i shqiptarve, janë taksat e shqiptarve. Po problemi është që këto gjëra i kanë bërë hapur dhe vazhdojnë t'i bëjnë. Unë po jap vetëm një fakt juve, që është fakt nga më do me thënë si s'ka ku të vej me. Dhe që kështu ka vazhduar historikisht kjo punë, me para serbe e të tjera. Sali Berisha, Azem Hajdari, Ali Spahia dhe Pjetra Arbnori, në vitin 1994, mbasi nëzori Berisha do më thënë, doli atere që të hidheshin për skrap 235 fabrika e të tjera, duke futur dhe ato të armëve dhe që e shkrin Shqipërinë, dhe bëj një parantez këtu. Shikoni tani juve, qa thot kjo e dërguara e Bashkimit Evropian, do negocioj kjo tani me neve për ndërtimin e kurudhës Durrës-Rogozhin. Po ne kishim e kurudhën Durrës-Rogozhin. Ne kishim e kurudhën Durrës-Tiran. Ne kishim e kurudhën Durrës-Gurikuq. Ne kishim e kurudhën Tiran-Vlorë. Ne kishim e kurudhën Tiran-Hani Hotit, edhe dilnim kudo në botë. Pse i shkatëroj ky? I shkatëroj dhe në vitin 94 vajti mori shpërblimin na serbët. $17 milion kjo katërshe ka vajtur dhe i ka marrë në ambasadën e Serbisë në Francë. Dhe kur dualen ambasada me valigjet me dollar, nuk është tash e them, kur dualen i hipin ambasadori serb në makinë dhe shoferi që ngiste makinën fliste serbisht dhe frëngjisht. Ai me Saliun, kur hipi ai shoferi që i pa kush ishin këta, e kish parë në televizor Saliun që ish president i Shqipërisë dhe ai ishte shqiptar, shoferi. Dhe me njerë ka drejtoj një letra i këtu, shërbimi tonë, me mendimin që këtu funksionon të diçka të shërbimi jonë. Nuk e dinte Mavria, i shqiptar i Kosovës a i, faktikisht, por që i shofer në ambasadën serbe në Francë. Nuk e dinte që në kryet shërbimi të informatikë ishe Gazidete, dhe Gazidete e kishe ngrenë lokumin e Serbisë, kër ishe mësus atje në Dibër, edhe ishe bërë ma gjendë se Saliu, dhe prandaj bëri kryetar të Shikut Saliu Gazideten, dhe a i vuri duar të kokë, vurin djeni atë lëvizjen revolucionare atëre që funksionon të në Kosovë, për të thënë që jemi të tradhtuar keq, po problemi është kështu ka qarkulluar, do më thënë paraja. Dhe me njerës të tilë tani, me njerës të tilë, ti pret që të ndërtojtë Shqipërinë, ti pret që kjo do rrisi pensionet, ti pret që kjo do rrisi rogat e tjera. Atë halë kanë ata? Këta kanë halin që atë kusari që kanë bërë të vazhdojnë të bëjnë edhe mëtej dhe që t'i bëjnë shqiptarët flasin me vete dhe që t'i bëjnë shqiptarët që të ngelem pa dhe, do më thënë të ngelemi qëtë mund, të marim malet e fushat edhe botën, sepse atë dheun në i ka sunduar serbo, greko, rusët, me Sali Berishën me Ilir Metën krye. Kështu që kjo është e vërteta. Avokati ishte kënaqësi e veçantë, t'ju kisha këtë mbrëmje në ora e fundit. Faleminderit për jush. Mirë, këtu kemi ardhur dhe në fund të këtij programi. abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale, dhe po në kohë reale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët, bashkë natën e mirë.